Punonjësit shëndetësor janë të vetëdijshëm se korrupsioni ekziston në radhët e tyre dhe madje 84% e tyre konsiderojnë se ajo është pjesërisht ose shumë i përhapur. Megjithatë, vetëm 14% pranojnë se kanë qenë personalisht të përfshirë ose kanë qenë dëshmitar të veprimeve korruptive në institucionin ku punojnë. Nga pacientët më së shpeshti kërkohen para, por ekzistojnë edhe forma të tjera më të fshehta të korrupsionit, të cilat ata përballen gjithnjë më shpesh. Ne se работи само за подкуп во форма на пари, кој што е најраспространет, најпознат во јавноста, туку здравствените работници препознаваат и посуптилни форми на корупција, како што е препраќање на пациентите од редовните термини покриени од фондот во приватни термини, кои што треба да ги платат приватно, препорака на специфични лекови, приватни лаборатории, приватни диагностички установи и така натаму, што носи финансиска корист за здравствените работници. Si arsye më e shpeshtë për korrupsionin përmendet mungesa e termineve, megjithëse në opinion ekziston bindja se vetë mjekët krijojnë artificialisht mungesë të termineve në mënyrë që të përfitojnë më lehtë financiarisht. Ajo që është veçanërisht befasuese është fakti se edhe vetë punonjësit shëndetësor korruptojnë njëri tjetrin. Rishfeti përdoret për avancim në karrierë, për dërgim në specializime, udhëtime ose për përfitime të tjera me interes. Нема прашање практично во работењето или пак во функционирањето на здравствената установа, а да не може да биде условено на некој начин или пак на кое што не може да се влијае преку злоупотреба на моќ. Па така здравствените работници кажаа дека нивното секојдневно работење во смисла на смените, начинот на работење, задолжувања, понатаму професионален напредок, напредок нормален во кариера, се прашања кои што се засегнати практично од злоупотребата на моќ и корупција. Hulumtimi është realizuar me 410 punonjës shëndetësor, ndër të cilët edhe 21 drejtor ose drejtues të institucioneve publike shëndetësore nga fusha e mbrojtjes ginekologjike obstetrike.